ajo të shpenzime totale, kostoja e ndërtimit, shkon të rritë dhe për që të arsye i rrisin edhe çmimet për metër katror, që unë deri diku nuk e besoj këto, sepse jo vazhdimisht ka rritje të kostos edhe të shpenzimeve të ndërtimit. Kthehemi edhe një herë tek tema e çmimeve dhe tek tema e ngritjes së çmimeve edhe Në qas duhet me folë për sane të mira, o jetë. Kjo mundet me qenë e mirë për dikën që dënë me investu. E për dikën që dënë me fitu. E për dikën që dënë me fitu. E për dikën që dënë veç me e bo një jetë, është pak ma e vështirë, se për gjithë ata që planifikojnë, për shembull blerjen e banesave, edhe presin një moment tillë kur ka me pas një ramje çmimeve, që me shfrytzu mundësinë edhe me pas një fitim në ato momente, sepse realisht është shumë që i bjen me ju pagu shitësit, të bjen me mbajt për vete, për renovim, për mobilje, për çka do, shfrytëzim në favor tondin. Njerëz e presin një moment tillë edhe njerëz nëse realisht na sot themi që pritet që në 6 mujorin e parë të 2026-s do të ketë rënje të çmimeve, dikush që ka ndoshta në mend me ble tash, pret edhe pak, edhe e lën me hyn në 2026 edhe me këshir se realisht çka po ndodh. Dikush që se ka tepër të nevojshme, po flasim, jo dikush sa vjet jemi të prit me ra çmimet e banesave edhe veç po hypin. Edhe unë e besoj që këto çmime... Sa thonë me prit nuk e di, po ju e dini varsisht normalisht që keni edhe financat edhe krejt, e dini që inflacioni çdo vit e 2, 3, 4%, që rritën çmimet gjithë shkafit, 3, 4%, 5%. Gjithmonë arsyetimi edhe i ndërtuesve është që tash ajo të shpenzime totale, kostoja e ndërtimit, shkon të rritë edhe për që të arsye i rrisin edhe çmimet për metër katror, që unë deri diku nuk e besoj këto, sepse jo vazhdimisht ka rritje të kostos edhe të shpenzimeve të ndërtimit. Nga njerë ka rënje, një sikurse me çmimet e naftës, ka rënje, po taksit dhe kompanit e taksive nuk e ulin çmimin. Asnjëherë me thonë, hajt ashtë po e ulim se... është e njëjta edhe me ndërtues. Taksit ilegale e kanë ullë çmimin tash që kur kthehet trafiku urban, e ullin çmimin taksit ilegale, se njerë i bonen për 70 cent deri në 1 euro, tash pash për më interesant a kanë mi ullë çmimet. Nuk e di, po çka mu dok interesant për Shqipërinë, që Shqipëria pikrisht e pat një ditë tim diskutimi çështjen e investimeve, edhe tha që në krahasim me rajonin, i kanë çmimet më të lira, sa i përket metrit katror. Po, ju tu krahasu me Kosovën, se nëse po flasim për çmimet lira, 1250, 1000, realisht mundesh me gjetë metër katror në Prishtinë sot, edhe me 1000 euro metrin, ose 1100. Nëse e blen prej një kontraktori, do më thonë prej këtyre që kanë banesa ma shumë që ju kanë kompenzu punt me banes, me kompenzim që i kanë ble, mundesh me ble edhe në 1200 euro metrin katror. Për atë po thëmë, mundesh me gjetë në Prishtinë edhe prej 1000, prej 1000 e sipër. E mandej çmimet shkojnë deri në 3000, varsisht prej vendit pozitës, çka jetu kërku, çmime din me shku edhe ma lartë, po që jëm pak ma të ralla ato çmime. Banes 2000 euro metri katror, unë kom dëgju ka pas në Prishtinë në vitin 2003. Që unë e konsideroj normale. Që 2000 euro metri katror. Po e konsideroj normale në një qendër të qytetit. Po, veç që tash në nëse kej pjesa është shkret të tirë, që shka qenë? Para 2-3, po, se s'ka pas ofertë, s'ka pas shumë banesa të reja. Vitin 2003-2004, do më thonë përballë policisë në Prishtinë, ka pas banes 2000 euro metri katror, edhe po më duket të shqitë. Po edhe tash, do më thonë nuk është që rritë qatë shumë çmimi i banesave, po rritë oferta shumë, edhe tash ja ka nis, tek tash ja ka nis të rritë tash në mënyrë konstante çmimi i banesave, se që tash kom pa banes para 2 vjetëve, një banes në gjithë me newbornin, do më thonë bashkë pallati i rinis, 2000 euro kon metri katror.